që në qytet ka një optik të re, zhvillimi, dhe mbi të gjitha të bëhen pjesë e një prezantimi të ri për planet e përgjithshme vendore. Siç jeni në dieni nga mediat, mbas edhe nga kontaktet drejta me stafin e Bashkisë Vlorës, qoftë me mua personalisht, dhe në prezantimet e mëparshme që unë kam bërë, qeveria shqiptare ka organizuar një konkurim të madh, në të cilin është përfshirë dhe Bashkia e Vlorës për realizimin e planeve të përgjithshme vendore. Sot jemi këtu për t'ju prezantuar punën e deritanishme. Fituesit e këtij projekti ka qenë Dea Studio dhe Thimio Papajanis Group. Përfaqësuesit e Dea Studio janë Alket Meslani, sipas radhës Ervin Taçi dhe Linda Rusi, dhe në drejtim të grupit Thimio Papajanis është Thanos Pagonis, që është në krahun të djathtë. Ky grup, që nga momentet e fillim prillit të këtij viti, është në kontakt të afërt me stafin e Bashkisë së Vlorës, me zyrën e urbanistikës, me pjesëtarët shoqërues të terrenit, duke bërë një vlerësim të gjendjes ekzistuese të gjithë problematikave në terrenin e Bashkisë së Madhe të Vlorës, e cila tani më nuk është më bashkia klasike që ishim mësuar të gjithë, por tani ka një territor më të gjerë dhe nevoja për të pasur një plan të përgjithshëm vendor është e drejtë për drejtë. Ka pasur disa draft plane, të cilat janë marrë në konsultim nga gjithë stafi i studios, dhe tani, hap pas hapi, në një kronologji të përcaktuar qartë, sipas kontratës që firma fituese ka nënshkruar me qeverinë shqiptare, do të ketë prezantim të gjithë hallkave dhe rezultateve të arritura nga ky studio, të cilat do të paraqiten përpara publikut. Sot është faza e parë e prezantimit të gjendjes ekzistuese. Pastaj do të vazhdohet me fazën e dytë, që do të jetë vizioni i qytetit, në të cilën studioa fituese në bashkëpunim të ngushtë me stafin e Bashkisë Vlorës dhe me kryetarin e Bashkisë sigurisht, do të realizojnë për të projektuar atë që unë e zgjodha si slogan gjatë hapjes së sezonit turistik, Vlora, qyteti që projekton të ardhmen. Dhe një nga këto gjëra shumë të rëndësishme është artimi i planit të përgjithshëm vendor, duke pasur si asnjëherë tjetër vlerësimin strategjik mjedisor dhe metabolizmin urban, që janë koncepte të reja, të cilat qeveria shqiptare i ka futur me forcë për të arritur që të kemi plane afatgjatë në shërbim të qytetarëve dhe mbi të gjitha në progresin e qyteteve në të cilat ne kemi vendosur të jetojmë dhe t'i zhvillojmë të gjithë së bashku. Unë do të ftoja, nuk e di, Thanos Pagonis është udhëheqësi i kësaj skuadre të mrekullueshme. Dua të rezervoj fjalët më të mira, sepse ne jemi në kontakt prej thuajse 2 muajsh dhe bashkëpunimi ka qenë, nuk dua të përdor fjalë shumë të mëdha, po dua të them që ka qenë i shkëlqyer i sort. Shfrytëzoj rastin për t'ju thënë good morning for coming today. This project is a big challenge. The Albanian government has taken the initiative to reorganize all the local government, and this project is associated with this effort to create more sustainable local government units. Siç edhe kryetari i Bashkisë e tha, ky është në fakt është një nismë shumë e madhe e qeverisë qendrore që ka marrë për
për të ripar dhe për të rishikuar dhe për të rivlerësuar gjithë territorin e Shqipërisë me këtë sipas reformës territoriale, pra me unitet e reja të reformës territoriale, është një nisëm shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme që është në fokusin edhe të planifikimit territorit. Our team of experts, it is a very difficult project because it is in a very short time already with the director of our supervisor from Aquaculture. We have discussed and shared the difficulties of this project. Në fakt është një projekt i vështirë sepse në një kohë shumë të shkurtër ne kemi diskutuar dhe me pjesëtarët e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit Territorit që i kemi këtu, për kohën e shkurtër dhe për intensitetin që ka. Neve mbulojmë territorin e Shqipërisë Jugut, kur përfshihet që nga Vlora deri në Konispol. Dhe kërkohet që ky produkt ambicioz të vi sa më shpejt e mundur në shërbim të bashkisë. So we are very conscious about this and we are using already a team of experts that has been working on the ground and experience in their sectors for already 5 years, I would say, that we are. Ne jemi shumë koshient për këtë, prandaj kemi sjell shumë lajmishmëri ekspertësh, po të cilët e njohin territorin e Shqipërisë dhe që kanë punuar të huaj dhe vendas që kanë punuar për gjatë 5 vjetëve në planifikimin e territorit në Shqipëri. In the meantime, the challenges are new and we are in the beginning of a very important initiative that we never experienced before in Albania. So në fakt, ky projekt është shumë ambicioz dhe të gjitha risit janë tepër të reja që futen nga qeveria e tanishme dhe për ne vetë si konsulent është një eksperiencë e re se më parë kemi pasur ide të tjera dhe eksperienca të tjera. So the plan has to become the instrument for the spatial integration of the enlarged municipalities and let's say to have a future development that it is more dynamic and sustainable. Plani i përgjithshëm vendor është parë në dy kontekste, në kontekstin e përgjithshëm, pra në kontekstin e integrimit të gjithë hapësirës, integrimit hapësinor me kufit e Bashkisë së Re dhe gjithmonë tenton për një zhvillim të qëndrueshëm në të ardhmes të gjithë Bashkisë së Re Vlorë. So, just an overview of the first phase of our project, you can see on the screen. Shumë mirë. Nuk e shikoni? O, na falni. Okej, rregulloj. Po, patjetër. And plans. Baza fillestare që koincidon me analizën e mund ta lexoni, se do me thënë shkoj vis-a-vis inventarit të bashkive, në rastin specifik të Bashkisë Vlorë, të planit përgjithshëm vendor, të mëparshëm që mund të kenë pasur ose jo të sektoriale, ku këtu vlen të theksohet plani Jugut. Work that we are doing since we have been in contact with Të ndryshme. in parallel we start also in phase 1. And it is now we have to build a uniform level. We don't have the same level of data. Okay, stop. Territorit, ku çfarë do të nënkuptojmë sipas rubrikave të ndryshme. Territori i parë nga ky vëzhgim që ne kemi bërë, që ka dhe është një punë shumë e madhe për ne që këto t'i harmonizojmë dhe t'i sjellim në të njëjtën standard. Të dhëna plani Himarës, do të ketë dhe plani Vlorës, nga ana e ekipit tonë. So, as I was saying, evaluated the role of the different territories in coordination with the city area. Shumë e rëndësishme për të theksuar është vlerë në hierarkinë e tij, pra se kush jep çfarë dhe ç'ti do të integrohet kjo lloj pjesë e territorit. This phase in parallel we are working also in the preparation. Në fund me integrimin në gjithë territorit të bashkisë. Organization of infrastructure data, of the roads, of protection.